Në shtetin e Illinois, në Shtetet e Bashkuara, guvernatori i tij, J.B. Pritzker, me anë e një proklamante, shpalli për komandantin shqiptar të luftës së dytë botërore, ditën e Kadrit Cakanit. Kurrënditën bëmat e tij heroike dhe humane si shpëtimi nga qendra hebrejve në Shqipëri dhe përndjekja e pushtuesve nazist, shpëtimi i infermierëve të ushtrisë amerikane e tjerë, emri i cilit është tani në Muzeun Solomon të qytetit Beratit, në Muzeun të botës të Holokaustit në Auschwitz, në memoriale të mëdha në Shtetet e Bashkuara Izrael. Dita e Kadrit Cakanit, 11 nëntorit, do të shoqërohej me veprimtari universitare, duke kujtuar se 35 pasardhës të tij punojnë, jetojnë dhe shkollohen në shtetin e Illinois. Në Tiranë është avokati i njohur Kujtim Cakani, komandanti i ballit kombëtar. Kadrit Cakani, mbi të gjitha komandantë shqiptar ushtarak karriere, patriot dhe humanist në kohë të vështira, diti të vërshoi dhe në kaosin e luftës nga ana e duhur historisë nga perëndimi, ai erdhi emigrant politik në Shtetet e Bashkuara jo vetëm për të shpëtuar për ndjekës së diktaturës komuniste, por dhe për të vazhduar misionin adetar. Ndërkaq ai la memorjet e tij në një libër të shkëlqyer, Të vërtetat e jetësime, dëshmi dhe shkojtitje të historisë, një monument, akademi e katedër me rëndësi për të njohur kuptuar konfliktin e të vërtetave, kohën e shkuar dhe pasuritë për të ardhmen. Libri i Zhbotimi i Onufrit doli në vitin 2020 në kujdesin e avokatit Kujtim Cakanit.